Një heshtje e tensionuar mbizotronte në sallën e funeralit. Aleksi i vogël qëndronte më njanë nga të rriturit që vajtonin trupin. Trupi i tij i vogël i mbushur me emocione që dukeshin tepër komplekse për moshën e tij. Ndërsa ai u afrua arkivolit, të gjithë mbajtën frymën, duke pritur ndonjë konfuzion ose lot nga fëmia. Por fjalët e Aleksit e përshkuan atmosferën e errët me një siguri të ftohtë. Babi është ende gjallë, tha ai me një zë të qartë. Të pranishmit në funeral u drodhën njëkohësisht, disa shkëmbyen shikime të sikletshme. Për ta, deklarata e fëmijës nuk ishte gjë tjetër veçse një fantazi e shkaktuar nga dhimbja, por një burr, një detektiv që kishte përvetësuar një instinkt të hollë nga vitet e hetimeve mbi raste të pazakonta, ndjeu një shkëndi intriguese. Oficeri Stone ishte një detektiv me përvojë, historia e të cilit ishte e ndërthurur ngushtë me atë të ndjerit George. Miqësia e tyre, e cila filloi gjatë viteve studentore, prej kohësh ishte shkatruar, por lidhja mbeti. Rrethanat e vdekjes së Georgit ishin të pazakonta. Detajet ishin mbajtur aq fshehtë sa edhe nëna e Georgit u mohua mundësisht për të parë të birin për herë të fundit. Rosalia, gruaja e Georgit, ishte e vetmja që komunikoi me hetuesin, e shtyrë nga kurreshtja dhe instinkti profesional. Stone mori një urdhër gjykate për të shqyrtuar certifikatën e vdekjes. Kur shkoi në zyre, priste një surprizë e pakëndshme. Certifikata e vdekjes mungonte. Pa asnjë dokument, Stone vendosi të vizitonte Rosalin. Ajo shfaq pa paralajmërim dhe tensioni ishte i prekshëm. A mund të flas me Aleksin? Pyeti butësisht Stone, duke përpjekur të zbuste disi këtë ndërhyrje. Rosalia hezitoi. Instinkti i vetmbrojtjes u aktivizua. Pas një farë kohe ajo u dorëzua dhe lejoi një bisedë të shkurtër. Alex, pse the që baba yt është ende gjallë? Pyeti oficeri. Shikimi i djalit u përqendrua tek Stone. E pash, tha ai, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Shprehja e burrit ndryshoi. Në atë moment Rosalia u kthye dhe Stone mundi vetëm të ndante kontaktin e tij dhe të premtonte se do të ndiqte zhvillimet. Dëshmia e fëmijës vështirë se mund të quhej provë konkrete, por diçka në sigurinë e djalit nuk e linte burin të qetë. Atë mbrëmje Stone u ul në tavolinën e ngrënies në dhomën e tij dhe çështja pushtoi mendimet e tija. Një certifikat vdekje që mungonte, një trup i pa identifikuar dhe pohimi i pa tundur e një fëmije. Pjesët e enigmës refuzonin të përputheshin, duke ngacmuar atë me paplotësinë e tyre. Një urdhër nuk ishte i mundur pa prova të forta. I zhgënjyer por i vendosur, Stone e dinte që misteri ishte ende larg zgjidhjes. Të nesërmen në mëngjes oficeri shkoi në shtëpinë e Rosalis dhe vendosshmëria ishte e dukshme në çdo tipar të fytyrës së tij. Hezitimi i saj për të lejuar të hynte dukej se vetëm sa e rriti më shumë dyshimin e tij, por ajo më në fund u dorëzua. Atmosfera mbeti e mbushur me sekrete të pathëna. Të ulur përballë njëri tjetrit, Stone mendoi për mosmarrveshjet e dukshme, mungesën e certifikatës së vdekjes, pretendimet e pabesueshme të Aleksit. Përgjigjet e Rosalis ishin të matura dhe të llogaritura. Ajo fliste për vdekjen e Georgit me një shkëputje që dukej si familjare ashtu edhe e brisht. Pranimi i saj se Aleksi kishte imagjinat të madhe mbante një pasiguri të nënkuptuar, sepse edhe ajo vetë të mos ishte krejtësisht e sigurt se djali i saj e kishte sajuar historinë. Papritmas Aleksi shpërtheu në dhomë. Fytyra e tij e re e ndriçuar nga eksitimi. E pash atë oficer, tha ai. Llogaria e tij e detajuar për ta bërë babain e tij në parkun e lojrave dhe në qendrën tregtare ishte e saktë dhe e theksuar nga siguria e palëkundur e një fëmije. Instinktet hetuese të Stonit u ndezën me një energji të re. Ditën tjetër Stone kaloi kohë në qendrën tregtare dhe ndërsa lëvizte përmes turmës, shikimi i tij u kap nga një siluetë e njohur. Burri, i cili ngjante jashtëzakonisht me Georgin, ecste me një hap të njohur që i dha një të dridhur në shpinë Stonit. Pastaj oficeri vendosi ta ndiqte pa u vënë re. Burri ndaloi tek një librari, piu kafe dhe më pas ndaloi tek një dyqan i të brendshmeve. Çdo hap e largonte gjithnjë më shumë nga Georgi që Stone njifte dhe çuditërisht kjo ishte diçka që pritej. Vetëm kur ai hyri në një shtëpi modeste, në një zonë të qetë rezidenciale, gjithçka u bë më e qartë për Stonein. Ai shënoi gjithçka rreth makinës së tij, mjetin pa shenja dalluese, lëvizjet e shqetësuara, shikimet e shpejta përreth, rutinën e planifikuar me kujdes, burrin që nuk donte të gjendej. I armatosur me prova Stone e çoi çështjen e tij te gjykatësi. Dëshmia e Aleksit
Mungesa e certifikatës së vdekjes dhe buri misterios ishin pjesë e enigmës që kërkonin zgjidhje. U lëshua një urdhër për të zhvarosur trupin e Georgjit. Qetësia e paqetë e varrezave u thye nga tingujt mekanik të gërmimeve. Rosalia u shfaq, shqetësimi i saj i dukshëm. Lutjet e saj u bën gjithnjë më të dëshpëruara, duke u lutur Stoney të ndalonte hetimin. Ajo këmbënguli se gjithçka ishte në rregull. Frika dhe dëshpërimi në zërin e saj, por oficeri nuk lëvizi nga vendi. Jo, nuk mund ta bëni këtë, tha ajo me zë të dridhur. Stoney tregoi asaj fotografitë që kishte bërë të burit misterios në qendrën tregtare dhe ajo u drodh ndërsa i shikonte, duke vënë re ngjashmërinë me Georgjin. Fotot e intriguan, pavarësisht se më parë nuk dëshironte të kishte lidhje me këtë çështje. Ajo tani kërkoi informacion nga Stone për burin në fotografi. Oficeri, duke mos dashur të rrezikonte hetimin e tij, ende tha pak, por premtoi të informonte atë më vonë. Rosalia sugjeroi një qasje tjetër, të flisnin me burin fillimisht para se të shqetësonin varrin e Georgjit. Kjo tingëllonte praktike, kështu që Stone ra dakord dhe anuloi zhvarrosjen për të zbuluar të vërtetën nga dora e parë. Ndërsa largohej nga varrezat, ai tashmë kishte një plan për të shkuar tek shtëpia e këtij buri. Kur më në fund briti atje, Stone trokiti në derë me vendosshmëri, duke treguar qartë shenjën e tij të detektivit. Dera u hap dhe një burr u shfaq, duke u prezantuar si Carl. Sapo oficeri ishte brenda shtëpisë, ai nuk humbi kohë dhe pyeti: "A jeni ju Georgi?" Carl dukej edhe më i habitur, rrudhi ballin dhe u përgjigj me një përzierje konfuzioni dhe nervozizmi të lehtë. Nuk njoh asnjë George. Stone e studioi me kujdes reagimin e burrit, duke mos humbur as edhe një aluzion të vetëm për mashtrim. Ai kërkoi Carlit të shkonte me të në stacionin e policisë për të sqaruar disa pasaktësi. Burri u tensionua, duke shprehur habi. "Me xhbas?" pyeti ai, rezistence e dukshme në zërin e tij. Tensioni midis tyre u rrit ndërsa Stone qëndroi pa lëkundur, i vendosur të zbulonte të vërtetën rreth vdekjes së Georgjit. Pavarësisht të protestave dhe konfuzionit të dukshëm të Carlit, oficeri nuk lëvizi. Pasi siguroi dokumentet përkatëse, ai arrestoi burrin duke deklaruar se ishin të nevojshëm hetime të mëtejshme për të sqaruar rrethanat. Në dhomën e marrjes në pyetje, Carl vazhdoi të mohonte akuzat duke treguar një habi të sinqert. "Unë nuk e njoh këtë burr", përsëriste Carl vazhdimisht. Mohimi i tij i fortë dhe i pakushtëzuar. Më në fund, një Stone i irrituar sugjeroi një test ADN-je, një procedurë për identifikim absolut për të përcaktuar nëse ai ishte George apo jo. I shqetësuar dukshëm, Carl pranoi me kokë, sepse kjo ishte mënyra e vetme që të mund të rikthente nderin e tij. Situata mori një kthesë dramatike kur Rosalia shpërtheu në dhomë duke qarë me dënesë. Me lot në sy, ajo ra në krahët e Carlit duke qarë pa pushim. Burri habitur u përpoq të angushollonte pa shumë entuziazëm, duke pyetur me konfuzion të sinqert: "A jemi takuar ndonjëherë?" Një mister tjetër i ushtua fabulës së ndërlikuar. Rezultatet e testit të ADN-s treguan se Carl ishte vëllai binjak i Georgjit, i ndarë që në lindje. Stone qëndroi i heshtur, duke parë se si ky zbulim i tronditi të gjithë të pranishmit. Rosalia kujtoi adoptimin e Georgjit dhe mundësinë që ai të kishte një motër ose vëlla dhe të gjitha pikat filluan të lidhen me njëra tjetrën. Salla u pushtua nga tronditja e këtij realizimi të tmerrshëm. Carl luftonte me zbulimin tashmë të qartë se ai ishte një binjak. Pasi zgjidhen këtë mister, nuk kishte më nevojë të zhvarrosnin trupin e Georgjit. Dita kur Carl takoi nipin e tij Alexin, shënoi një moment kthese. Interesi i tyre i përbashkët për mekanikën e avionëve shpejt largoi çdo ndrojtje fillestare. Koleksioni i modeleve të avionëve të Carlit u kthye në një portë të drejtë mirëkuptimit, duke shëndëruar takimin e tyre të parë në një bisedë të mirëfill familjare. Rasti u mbyll, duke lënë pas një histori të fuqishme për një ribashkim të papritur familjar. Historia e Georgjit dhe Carlit u kthye në një legjendë lokale, një testament për natyrën e paparashikueshme të jetës dhe mënyrën e jashtëzakonshme se si familjet mund të bashkohen. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni mendimet tuaja në komentet më poshtë. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni dhe ta abonoheni në kanalin ton. Faleminderit.